Kanë ardhur një dietar i muslimanëve, edhe e kanë ditë që ka problem me gruajën e vet. Kanë marrë dash. Edhe kanë ardhur kanë thonë, "Kena ni diçka si ki punë me gruajën tonë mirë." Po sigurisht që kanë, keni pa njerëz të rrirat. Se zoti ushqimi plot dhe anë që kjo. A e nite, as e nite. Çka kish bën, çka s'kish bën. Çe ka thonë? I ka thonë ky, "Çka keni ju me gruën e huaj?" Me gruajën. S'kam problem. Çka të ka hibe ti nudhe? A ki po? A paveve filoni hitë si kish punë mirë. Çka të ka hi nudhe Allah? Gruaja veto. A për lat, as për lat, po gruaja vet, a me ti ka boni çaj me ata? Ka thonë këtë dalë, çka të intereson ti për gruën time? Edhe janë nal, tamam, janë kthie. Mas një kohë ai dahet me gruën e vet. Thonë, "Çtash kam na kallzu." Çtash kam na kallzu se ki e la gruaja s'tash na kallzon. Kto hyjim, a ki po? A keni po do? Sa të zatetesh me dikan? Pse u zatete? Masi nuk zatete. Pse s'po zatetesh? Çka ki më pse më nuk jetojnë në jetën tonë? Se nuk i kishin na forzat tona, se nuk i kishin na punët tona. Edhe kur e shloi gruën i than, "E hoq, sa she shlove, na kallzo po. Çka ke puna?" Çka tha? "Unë kam haram me fol për gratë huaja, sa gruaja ime." Çush më vleu ajo, sa gruaja ime, unë kam lut. Ajo gruaja huaj për mua. Shiko kur njëri dispozitat e Allahut. Kur e ka gruaja thot, "Pse folni ju për gruën e huaj?" Kur se ka pas me gruaja ka thon, "Pse folni ju për gruën e huaj?" Edhe mua s'm lejohet me vol, se kam me gruaja.